Përshëndetje shikues të nderuar, televizioni Koha vazhdon në prezantimin e folklorit në Pollok. Kësaj radhe ne si mysafir kemi zgjedhur kryetarin e shoqërisë kulturale artistike Jahi Hasani nga fshati Çegran, zoti Zani Mehmeti. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë mirë, na thoni se si u themelua shoqëria juaj, dhe si ka rrjedhë e tërë procedura deri më sot. Edhe një herë faleminderit për ftesën, televizionit Koha dhe emisionit mjaft të shikuar në Pollok dhe në rajon. Shoqëria Jahi Hasani tani më është një emër i fuqishëm i artit dhe folklorit burimor në trevën e Pollokut, edhe më gjerë shoqëria ka themelimin e saj nga vitet e 70-ta. Ata që janë më të vjetër e din kohrat e komunizmit, kur në atë kohë fillon një revolucion i vogël kulturor ndër shqiptarët, viti 74, vitet e arta të autonomisë kosovare, ku dëpërton edhe një differim më liberale dhe në rrenën e Pollokut dhe të Maqedonisë. Në ato vite mësuesit e parë, rilindasit, mësuesit e parë, të shkolluarit e rrethit të Çegranit, Florinës dhe rajonit themeluan shumë shoqëri kulturore artistike, ndërta njihet edhe shoqëria jon, shoqëria Jahi Hasani, që mban emrin e dëshmorit, heroit ton Jahi Hasani, që është nga Çegrani i Gostivarit. Shoqëria jon ka një traditë 40 vjeçare dhe ne patëm fat që në fundin e vitit 2014 të festojmë jubileun e madh, 40 vjet me ju, një festë e madhe, një kremte traditore, ku morën pjesë shumë grupe nga Bosnia, nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Ne jemi të kënaqur me punën që bëjmë, normalisht 40 vjet janë shumë pak për folklor dhe për art, megjithatë trupa artistike e Jahi Hasanit që ka bartur këtë proces kaq të madh të kulturizimit të kësaj treve, shpresojmë të ardhmen një rini jashtëzakonisht e talentuar, ta bartë edhe më fuqishëm këtë punë dhe këtë mision të shenjtë kombëtar. Do të thotë sa keni arritur do të ta ruani atë traditën, folklorin, asaj pjesë të cilën e prezantoni do të thotë në Çegran dhe në Gostivar, do të thotë keni qenë të fokusuar vetëm në atë folklorin, në atë pjesë apo edhe më gjatë? Normalisht folklori është diçka shumë e rëndë dhe një mision paka shumë të themi edhe i pamundur. Megjithatë trupa artistike e Jahi Hasanit ka arritur që ta ruaj, ta kultivoj dhe ta prezantoj folklorin autentik të Çegranit dhe të rajonit të Pollokut. Megjithatë kjo nuk është ndalur vetëm në atë zonë etnografike, por kemi kaluar edhe zonat tona etnografike për shkak se angazhimi profesionistëve, siç është profesor Dilaver Kriziu dhe shumë kompozitorë nga Shqipëria, kemi arritur që në repertoarin tonë të kemi këngë dhe valle nga rajonet të ndryshme të shqiptarëve, të trevave të ndryshme etnografike. Kjo ka të bëjë edhe me kostumin tradicional, që kemi kostumin e zonës së malit të thatë, dhe në kohëve të fundit kemi filluar të kultivojmë dhe të ruajmë traditën tonë edhe të rekës e epërme, ku siç e dini edhe ju gjithë ekziston një rajon mjaft i pasur etnografik të rekës, ku posaçërisht do të theksoja kostumi mjaft të shtrenjtë dhe këngët dhe vallet tipike të rekës së epërme. Dhe kjo është një synim im që vitet që vinë edhe vitet që i kemi tani, të ndërtojmë edhe atë pjesë, të mbajmë gjallë atë pjesë të folklorit që është një autentike shumë, dhe ne kemi arritur këto vite të ruajmë kostumin, traditën, lojrat popullore, rritet, adetet e dasmës autoktone shqiptare, që është një pasuri e rrallë. Dhe kur prezantojmë në për festivalet të ndryshme, arrim denjësisht të prezantojmë jo vetëm Pollokun, por edhe më gjë. Domethënë jemi një ansambël i vërtet folklorik që kemi trajtën dhe dimenzionin mjaft modernizuar. Kohëve të fundit arti jon ka kaluar edhe kufit shtetëror, kemi kaluar edhe kufit ndërkombëtar. Me siguri ju keni ndjekur edhe web faqen tonë, ne jemi prezantuar në Turqi, Poloni, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Zvicër e kështu me radhë. Do flasim më vonë për prezantimet tuaja. Ju keni një veçori nga disa shoqëri tjera, është çështja e vallës, do të thotë në folklor. Na thoni pse u përcaktuat për vallën, do të më shumë ta keni theksuar. E vërtet shumë, në vitet e themelimit shoqëria ka pasur sektorin e dramës mjaft të zhvilluar dhe janë marrë çmime regionale dhe shtetërore. Megjithatë viteve të fundit, përveç grupit instrumental të këngës dhe valleve, të rriteve, është fuqizuar shumë puna e vallës. Dhe me të drejtë, ju si gazetar e shtruat këtë çështje. Shoqëria Jahi Hasani tani në repertoarin e saj ka diku mbi 12 valle. Dhe fal punës së palodhur të profesorit njohur, koreografit profesor Dilaver Kriziu, i cili arriti që ta marr hapat e parë të vallës son autoktone dhe ti dimenzionoj dhe ti modernizoj, të jap trajtën moderne dhe të jap koreografitë e duhura, ti stilizoj në gjuhën e artë, ashtu i themi, dhe kemi tani një numër të madh të valleve të stilizuara.
Falë televizionit koha dhe shumë produksioneve, ne kemi arritur ato vallet i kemi edhe nëpër televizionet të ndryshme, lokale dhe regionale. Vallja e bukur shqipe nuk është ndërtuar lehtë, kemi pasur shumë vështirësi, posaçërisht në kuptimin e për shkak se ne ndërtojmë valle ku janë të paraparë gjinia femërore dhe mashkullore, në numër i madh i valleve tona janë valle të cilat personifikojnë ngjarje të ndryshme historike, siç është valli i Rudinës, valli i Pavarësisë, valle që kanë motive të ndryshme, siç është valli me motive pune, vjelja e mollave, valle me motive nga rajoni i Librazhdit. Tani me kohëve të fundit jemi përcaktuar për valle autoktone, siç është valle me motive Pollogu, Kollash, dasme Pollogu, dasma kosovare dhe shumë valle tjera. Është një potencë e fuqishme e valltarëve, artistëve, të cilët edhe unë jam habitur si kanë mundur të arrijnë të korrin gjithë ato suksese, po falë punës së paleologit të profesor Dilaver Kryeziut dhe punës së artistëve të vendit, kemi arritur sot të kemi në repertuar vallet. Kërcimi dhe vallëzimi është shumë i vjetër dhe normalisht nga epokat e vjetra historike ne gjejmë vizatime të ndryshme të kërcimit. Vallëzimi nuk është vetëm formë e kërcimit të lehtë, është edhe një shpirt emocional, është edhe një trajt psikologjike që personifikon, që shpjegon, që jep dimenzionin e vet. Vallja ka qenë synimi im dhe 5 vitet e fundit ne kemi arritur të shënojmë rezultate jashtëzakonisht të mëdha në sferën e valleve. Atëherë do të dëgjojmë një pikë muzikore dhe të kthehemi sërish bisedës tonë. Vazhdojmë bisedën me kryetarin e shoqërisë kulturore artistike Jai Hasani, zoti Zani Mehmeti. Do thotë shoqëria juaj ka anëtar të rinj, do thotë kryesisht në zonës.
si keni arritur që tek ata dhe të bartni dashurinë për folklorin në këtë kohë shumë të vështirë, me të cilët po përballet folklori përgjithësi? Me vërtet, shko shumë moderne dhe normalisht ka qenë puna e fillimet kanë qenë shumë në kuptim të rënda për shkak se trit nuk kanë pasur mundësi të trashëgojnë disa vlera që i kanë pasur autoktone të vendit. Unë do të thoja një anekdotë të vogël këtu para televizionit tuaj. Më kujtohet fillimet e para kur fëmijët anëtarët të dashur veshën me kostume kombëtare, sa më shpejt kanë pas përmbarimit të një programi kanë nxjerrë. Kurse sot kemi vështirësi të nxjerrin kostumet edhe pas darkës, pas manifestimeve të ndryshme, ata vetëm tani më identifikohen me kostumin kombëtar. Për shkak se ai kostum kombëtar i ka bërë të dallohet nga të tjerët, i kanë bërë emër, ju kanë dhënë imazhin pozitiv dhe kjo dashuri ndaj artit buron sigurisht edhe nga dashuria e madhe që kanë pasur edhe gjyshurit që kanë ruajtur këtë folklor kaq të pasur. Po nuk mjafton vetëm dashuria ndaj folklorit, duhet edhe mbështetje. Si është mbështetja? Normalisht janë edhe vështirësitë shumta të anës financiare dhe mbështetjes të ndryshme, të natyrës të ndryshme. Nuk është çështje vetëm me financave, çështje edhe resurseve njerëzore. Ne kemi kapacitete të ndryshme, fëmijë të talentuar, fëmijë të ndryshëm që na vijnë nga familje të ndryshme që arrin ta kapin këtë mision dhe që arrin ta bartin këtë proces kaq të rëndësishëm. Ana financiare kuptohet që ka rëndësinë e vet, po unë do të thoja se Pollogu është dashamir i artit, edhe ne kemi pasionant të mëdhenj të artit. Fatmirësisht apo fatkeqësisht do të përmendi individ të cilët nuk janë të shkolluar për që e duan këtë punë, që na ndjekin dhe shpesh na ndodh në takime të rastin e rrugë, në xhami, në shkollë, të ndjekin pleq dhe të na thuajnë ju lum për punën që bëni, apo të na japin lëvdat, apo të na japin mirënjohje, dhe kjo më jep inkurajim të kuptoj se Pollogu është një rajon mjaft i pasur dhe njerëz të cilët e duan folklorin. Mirë, atëherë do të ndëgjojmë një valle, pra do të ndjekim një valle nga repertuari juaj. Valca e trollit lëshon piskam, përcjell toka e gjam, ka hysh kjau në katëran, shqiptar të gjallë s'podon me lan. Vetë që grani grudin bikodër, mos kider Kosova motër, e krip e zemër të bardhë, ka kudo, ku ka shqiptar.
pas kësaj valle, pra vazhdojmë bisedën me zotin Mehmeti, atëherë folëm për shumë pjesëmarrje në festivale, shumë e radhë, na thoni cila është ajo karakteristikë apo ajo veçori që dallon prej tjerëve këtë shoqëri kulturale artistike. Është evidente që ai pigmenti, ai ngjyra që dallon Yahia Hasanin nga ansamblet tjera unë nuk kam mund të gjej, por nga gjurit profesionale që kam arritur të kuptoj ka qenë sigurisht përkushtimi mjaft i madh i artistëve, serioziteti në punë dhe një dallim i veçantë është edhe kostumi jo. Një kostum kombëtar, një kostum tradicional i ruajtur dhe i prezantuar mjaft mirë me një pamje, me një dinjitet jashtëzakonshëm. Një kostum i rrallë që gjendet në arkat e gjysheve tona, që është bartur nga zona e Korritës, Gurgurnicës, Sallarevës, një kostum i vjetër, autokton i lirë, me ornamente, me vija të ndryshme etnografike që janë ekspozuar jo vetëm në festivale, por edhe në Muzeun Historik të Tiranës për në 100 vjetorin e pavarësisë së Shtetit Shqiptar. Në çdo festival gati se të them ne marrim çmim për kostumi. Po nuk është vetëm kostume që dallon shoqërinë Yahia Hasani nga ansamblet tjera, është edhe vallja tipike shqiptare, autoktone, me elemente të folklorit burimor autokton të Pollovës. Është puna profesionale me koreograf, me kompozitor dhe me muzikolog të ndryshëm, është edhe përkushtimi dhe serioziteti në punë. Ne kemi arritur ta krijojmë këtë imazh me shumë mund dhe besoj që gjeneratat që do vinë do ta kenë shumë më lehtë të ta prezantojnë këtë punë që kemi bërë ne. Mirë, për prezantimin e kostumeve mund do të gjenden njerëz që mund t'i bartin ato, po si ja bëni me punën e instrumenteve, të folklori i diet, ka edhe instrumente tjera, a është vështirë gjeni instrumentalist? Fal instrumentistëve të vjetër të shoqërisë që kanë një përvojë jashtëzakonisht madhe me 20 vjeçare, siç është një instrumentist i Shargis, Gjezmi Meri, pastaj kemi Imeri Seinin, Qazim Xheladinin, Fesal Arifin, pastaj në shoqërinë tonë frekuentojnë edhe këngëtarë nga Gostivari, siç janë Nebia Lili, Feti Selimi, janë edhe kavallistët Emin Xhaferi, Adnan Aliu, Axhaxhani Njor dhe shumë Salla Shabani. Kështu që ansambli Yahia Hasani tani nuk është vetëm i Çegranit, do ta thënë në mënyrë figurative, është një ansambël rajonal ku marrin pjesë anëtar nga gjitha fshatrat e Pollogut dhe unë jam shumë krenar që kam arritur ta bëj këtë bashkëvizim të vlerave, të mirë fillta dhe komponenta që na dallojnë si Pollog. Instrumentet muzikore që i përfaqësojmë janë fylli, kavalli, gajdeja, çiftelia, shargia, defi, lodra, zule, domethënë kemi mos harroj të përmend edhe grupin e zuleve dhe tupanave që themi ne, që prezantohemi drejt për së drejt në çdo festival. Ne jemi i vetmi grup ndoshta që prezantohemi live apo drejt për drejt dhe ajo na bën që ne të jemi edhe që marrim edhe çmime, po të jemi edhe atraktiv si grup. Kjo ka bërë të dëshmoj në vitin 2014 kemi marrë çmimin e parë në Kaçanik, vendin e tretë në Hasi Jehon në Prizren, pastaj kemi qenë Poloni, grupi më atraktiv, në Turqi, në Bosnjë Hercegovinë dhe kështu me radhë. Ajo që është, domethënë, veçoria ishte kostumi, ishin instrumentet muzikore dhe puna shumë serioze që bëhet. Mirë, atëherë vazhdojmë të ndjekim edhe një pikë muzikore për të rikthyer sërish bisedës tonë. Me kënaqësi. Gruja Maria, luhi
me shkrepuno kaloshito mune gjim ja kam djeguno gjamadonine rrim zore dhe mushka Paska thajone Samalone babeno djalimore skamlan Naione Pore kamilon uno djalimore nimote Qashtu more paska gjohione Jemi rikthyer bisedës këtu me kryetarin Zani Mehmeti. Atëherë për gjatë këtyre 20 viteve sa jeni në skenë, sigurisht se nuk kanë munguar edhe çmimet në për festivale, cilët do I dalloni ju? Yahia Hasani ka një historik shumë të madh të çmimeve, të mirënjohjeve dhe diplomave. Po sigurisht emisioni shumë I shkurtër dhe nuk kemi mundësi t'i përmesim të gjitha. Po të përmendi vetëm prezentimet sa janë për një vit, normalisht aty kanë edhe shumë çmime. Vetëm viti 2014 janë dikun mbi 18 prezentime, 25 prezentime, janë 18 prezentime, dhe me thonë në skenat të ndryshme, dhe janë festivalet ndryshme. Do t'i përmenda më shumë të festivalet ndërkombëtare. Pse janë përcaktuar për atë? Për shkak se ato kanë qenë ajo ura që na kanë lidhur me botën e artit modern. Do të përmendim festivalin e Polonisë, Opoçno Festival, ku ne arritëm të jemi grupi më atraktiv I festivalit. Festivalin e Turqi, një festival I agrikulturës, ku ne u prezantuam me shumë dinjitet. 2 festivalet e mëdha në Bosnjë dhe Hercegovinë, një grup që krijoi atmosfera të jashtëzakonshme. Dhe normalisht festivali I fundit në Kroaci, në festivalin e madh ndërkombëtar të Zagrebit, ku merrshin pjesë mbi 13 shtete. Dhe ne arritëm përveç se të jemi grup shumë I dalluar, të marrim pjesë në emisionin drejt për së drejt në lajmet qendrore, në televizionin një magnat I madh televiziv siç është televizioni Nova. Një deklaratë di 3 minutë që në televizion është shumë kostuoze. Do I mbetja borç pa I përmendur di koreografat e shoqërisë son, profesor Vildan Salion dhe doktor Valdeti Sejnin, të cilët dhe atyre viteve të fundit, të 10 vjeçarin e fundit I kanë dhënë pikat më serioze kësaj pune, vallës dhe trajtës së vallës. Normalisht 40 vjet janë punë e madhe, janë marrë suksese të shumta. Drama ka marrë çmime në fillimet e themelimit të shoqërisë, në drama ka marrë çmime në regionale, është prezantuar edhe jashtë kufive shtetëror. Normalisht me kohën e demokratizimit të vendit dhe kemi arritur të dalim edhe kufi shtetëror. Unë patjetër kam të ndërhyj këtu do të thotë në rajonin e Pollogut. Po edhe në përgjithësi Maqedoni mungojnë festivale për folklorike. Sidomos në rajonin e Pollogut do të thotë ka pa dia 3 dhe janë showa. Në mendim rreth kësaj. Është një fatkeqësi, unë në fillim e thash nuk është çështja vetëm e financave, është çështja e resurseve njerëzore. Të paktën ata njerëz që duan artin, që kultivojnë, që mirë mbajnë artin dhe që duan ta prezantojnë. Është fatkeqësi e madhe që ne nuk kemi festivale, po më fatkeqësi se ne nuk kemi edhe grupe folklorike të mirëfillta.
më vjen shumë keq në Pollok, për shembull, ne sot i kemi 3, 4 ose 5 grupe, ndër gishta i numërojmë edhe atë mezi mbahen, mezi janë gjallë, mezi prezentohen për festivale, për shkak se edhe ana e financave, po edhe ana e resurseve ka ndikuar shumë. Mungesa e kujdesit të shtetit në këtë drejtim, marrja e fondeve nga shteti, nga komunat, nga institucionet, sepse fundja arti është edhe institucion, nuk mund të jetë vetëm privat. Atëherë në këtë rrugtimin tuaj unë dëshiroj shumë sukses dhe thot, normalisht se ka vështirësi, po uroj gjithmonë të jeni mirë, shëndosh dhe të ruani folklorin. Ndërkaq që ne ju falenderojmë që ishit mysafir në emisionin tonë dhe shpresoj se do të shihemi sërish. Ndërsa për shikuesit, atë të ndjekim një vallë.